Plas grushti në shtëpi, tensioni në shtëpinë e Big Brother kishte ditë që zjeje nën sipërfaqe. Debatet e vogla, shikimet e ftohta dhe heshtjet e gjata mes Albës dhe Gjuan Limit ishin kthyer në një rutinë që askush nuk e injoronte dot. Çdo banor e ndjente se diçka do të shpërthente, ishte vetëm çështje kohe. Gjithçka nisi nga një debat i thjeshtë në duke, një diskutim për detyrat e shtëpisë dhe për mënyrën se si Gjuan Limit, sipas Albës, po luante lojë të dy fish. Zëri i saj u ngrit, fjalët u bën më të mprehta dhe nervozizmi i mbledhur prej ditësh doli në sipërfaqe. Gjuan Limit u përpoq fillimisht të qeshte, ta kalonte situatën me ironi. Por kjo vetëm sa e acaroi më shumë Albën. Ajo ju afrua, me sytë që i shkëlqenin nga nervat, dhe debati verbal u kthye në një përplasje të ashpër emocionesh. Në një moment të pakontrolluar, Alba humbi të ruan. Dora e saj u ngrit dhe plasën grushtat, duke e shtyrë situatën në një nivel që askush nuk e priste. Banorët u hodhen menjëherë për t'i ndarë. Zërat u përzien, dikush thërriste emrin e Albës, dikush tjetër i kërkonte Gjuan Limit të largohej. Kamera kapi çdo sekond, çdo frymëmarrje të rënduar, çdo shikim të tronditur. Ishte një moment i errët, një çast ku loja harroi rregullat dhe emocionet morën kontrollin. Produksioni ndërhyri shpejt. Alba u thirr në dhomën e rrëfimit, ndërsa Gjuan Limit u largua nga ambienti kryesor për t'u qetësuar. Në shtëpi mbeti një heshtje e rëndë, ajo heshtje që vjen pas tuhis, kur askush nuk di çfarë të thotë. 30 minuta më vonë, pas rreth 30 minutash, Alba u kthye në shtëpi me një pamje krejt tjetër. Nuk ishte më nervoze, por e ftohtë, e menduar, sikur po luftonte me diçka brenda vetes. Banorët e shikonin me kujdes, duke pritur një tjetër shpërthim apo ndonjë shenjë pendese, por ajo që po e brente Albën nuk ishte më debati me Gjuan Limit. Në cep të dhomës së ndenjës, Dolçea po qeshte lehtë, duke folur me disa banorë të tjerë. Ishte e qetë, e buzëqeshur dhe pa e kuptuar, kishte tërhequr vëmendjen e të gjithëve. Sytë e Albës u ndalën tek ajo dhe aty lindi një ndjenjë e re, xhelozia. Alba filloi të vërente çdo detaj, mënyrën si Dolçea fliste, si qeshte, si të tjerët e dëgjonin me vëmendje. Në mendjen e saj, gjithçka u lidh. Mendoi se ndoshta edhe konflikti me Gjuan Limit kishte rënë më të thella, ndoshta kishte lidhje me afrimitetin e tij me Dolçen, me shikimet, me bisedat e vogla që Alba i kishte parë, por i kishte injoruar. Xhelozia nuk shpërtheu me zhurmë, por u shtri ngadalë si një mjegull e trash. Alba u bë më e heshtur, më ironike në përgjigje, më e ftohtë në qëndrime. Çdo fjalë e Dolçes i dukej provokim, çdo buzëqeshje një sfidë. Në dhomën e rrëfimit, Alba pranoi se ndiej e tradhtuar, jo domosdoshmërisht nga veprimet e të tjerëve, por nga ndjesia se po humbte terren, po humbiste kontrollin e lojës dhe të emocioneve të saj. Nuk jam xheloze pa arsye, tha ajo, por këtu gjithçka duket si lojë, edhe ndjenjat. Ndërkohë, Dolçea nuk ishte plotësisht e vetëdijshme për stuhinë që kishte ngritur pa e dashur. Ajo thjesht vazhdonte lojën e saj, e qetë, duke u bërë pa dashje shkaku i një tensioni të ri që pritej të shpërthente. Në shtëpinë e Big Brother, grushtat mund të ndahen shpejt, por xhelozia është shumë më e vështirë për t'u kontrolluar. Dhe kjo ishte vetëm fillimi i një kapitulli të ri, ku lufta nuk do të bëhej më me duar, por me shikime, fjalë të nënkuptuara dhe strategji të heshtura.